Përgatitej për dasmë ndërsa përfundoi në varr. Ky është rrëfimi i familjes së Besnik Shehapit, 26 vjeçar, që ditëve të fundit ka trishtuar të gjithë banorët e Gostivarit, nga se në pranverë po bëhej gati për të martuar. Tragjedia njëjtë ka plagosur edhe familjen e Imran Mehmetit, i cili pas vetes ka lënë djalin 1 vjeç dhe bashkëshorten. Ekipi i televizionit Alsat M sot vizitoi këto 2 familje, të cilat nga e marta e javës së kaluar duket se i kanë thënë lamtumir ditëve të lumtura. Mërzia e tyre shpesh zëvendësohet me zemrim, sepse asnjëherë më parë, tashmë 2 të ndjerët, nuk ishin pasur ndonjë lidhje me vrasësin, policin Joakim Trifunovski. Por pavarësisht gjithë kësaj, ata thonë se drejtësinë do ta kërkojnë deri në fund, ndonëse nuk u besojnë institucioneve të drejtësisë në vend, sidomos pas deklaratave të zëdhënësit të policisë Ivo Kotevski, se kolegu i tyre ka qenë në vetëmbrojtje. Përballimi është pak i rëndë, është jo pak për shumë i rëndë, normal. Si çdo kujt që mund t'i ndodhe, po ne me vërtet rëndë e përballim. Person i cili e boni këtë krim, ne asë si s'kena pas marrëdhënie të këqija, përkundërzi jena përshëndet si kojshi kështu, jena përshëndet rrugës, nuk kena pas asnjë farë marrëdhënie të keqe. Madje i ati i Besnikut tregon se fëmijët e tij as janë njohur me vrasësin Trifunovski. Djali si më i ri edhe se ata nuk janë gjenerat, fëmijët edhe nuk e kanë njeftë person. Për ne si më të vjetër ne njiheshim atë. Po kërkesa jonë është ta çonë drejtësinë deri në fund. Deri në fund. Por nëse ka nevojë ne të shkojmë edhe më atje. A drejtësia patjetër dalë. Besim nuk kam. Unë besoj vetëm në Zot. Tragjedia ka prekur rënd edhe familjen e Imranit. Ai prej 3 vjetësh nuk ka qenë fare në shtëpi, por në Itali. Pikërisht për këtë arsye, familjarët shprehin habin ndaj të gjitha mediave që thonë se Imrani është i njohur me njeriu i cili i dha fund jetës së tij. Nipi me mësi që mori rrugën e kafshatës Bukës dalën në Itali, në Itali e shifte nuk ka perspektiva, erdhi tasi erdhi. Edhe nuk mund të ishin këta zënka të para ka, pasi ai mori rrugën e Gurbetit, mori rrugën e halleve, derdheve të mbane familjen, megjithse edhe nënën edhe babën nuk i ka bashkë me shëndet mirë. Vllazëria jonë, njerëzit të cilët na përfaqësojnë në institucione, se duhet pak të jenë më si të qelë, duhet të shohin se ki populli ka dërgua që për, dhe me thënë, ka dhonë votën për të mundua. Lotët nuk i mundësuan të shprehte revoltën e saj motra Imranit, por shkurt tha se vrasja e vëllait ka fikur familjen e saj, nga se kishte qenë i vetmi që ishte kujdesur për prindërit e sëmur, dhe si në çdo tragjedi tjetër, edhe kësaj radhe, fati i zi i kishte bashkuar familjet Shehapi dhe Mehmeti, duke pritur bashkërisht miq dhe familjarët e shumt që shkonin për të shprehur ngushëllime.